Por vendimin nuk e merr kryetari i komunës. Vendimin nëse kryetari i komunës e menaxhon situatën dhe e merr mendimin prej një trupe e cila vërtet ka kredibilitet më të lartë në nivelin e qeverisë së Republikës së Kosovës në aspektin profesional, përgjegjësia e kryetarit të komunës është ajo që me u angazhu, me u implementu. Pse vendimin e keni marrë ju në qeverisje për me marrë pe pusit Jarinës? Jo, Ti kënej po thu që po vish ktheu pak mbrapa. Na nuk e morëm. Na nuk e morëm. Pak mbrapa se fola. Unë thash që është rekomandimi i komisionit ndërministror ku edhe aty nuk kam qenë pjesë e saj, po ka qenë komuna, ka qenë Hidrodrini, kanë qenë ekspert, përfaqësuesi qeverisë, përfaqësuesi ministrisë së infrastrukturës, të gjithë në aspektin ligjor, profesional kanë vendosur si tillë. Dhe projekti për ti përgjigjem se mos ndalemi më shumë në detaj. Ti përgjigjem zotërisë që tha fajto kujdestare qeveria zakonisht kur shkon. Aty po them, nëse po besoj se Ramizi ka një nivel me kuptu se kjo përgjegjësi takon Ministrisë së Infrastrukturës. Nuk është përgjegjësia imja. Këta që nuk kanë udhëhequr me komunë ende, nuk e din, tek e fundit mendoj që nuk e din edhe sakt përgjegjësi, sepse kur tulesh aty shef dëgjona që sepse i merr shumë lehtë në kohën kur pretendon, për kohën kur fillon me realizu ato, atëherë nëse je i pjekun politikisht në aspektin e ngritjes profesionale menaxherale, do të jesh i kujdesshëm në përgjegjësitë që ti e aplikon. Po zoti Ramiz, kryetar, fabrika është ndërtuar në qeverisën e zotit Bashova ku kam qenë pjesë edhe unë, ka qenë një fondacion dikun prej 2 milionë e 200.000 euro. Ka qenë ajo periudhë atëherë, ne jemi të folë për gjendjen aktuale tash. Unë ju bona pyetje, pse nuk u boni testim i gypav për ujësjellsën pjesën veriore ma herët, po pikrisht e keni bon, nuk e di, a jeni ju iniciatori apo është Hidrodrini me bon pikrisht në kohën e fushatës elektorale. Urdhro? Na mujme mbajt ligjërata tonë ditën kryetar për ujë në Klinë nuk ka të pjesë. Zoti Rusta, këtë projekt e thash edhe pare, e ka financu Fondacioni Zvicran, e ka implementu Fondacioni Zvicran, bashkë me kompaninë Hidrodrini. Komuna Klinës nuk ka përgjegjësi në implementimin e projektit. Edhe sot, une i kam kërkesat e qytetarëve dhe kur i takoj menaxhmentin e Hidrodrinit, kërkoj nga ata, sepse shumë investimi janë të bo, jo vetëm tash. Vazhdimisht, ka qenë një problem pronësor për cilin unë jem angazhu dhe e kemi zgjidh, dhe më thënë kur kemi mujt me zgjidh. Edhe zgjidhja ati problemi pronësor. Fabriken që e keni ndërtu në atë kohën, kur ti ke qenë qeverisë, kur nuk ka punu, as një liter nuk e ka dhënë për qytetarët e komunës Klinës. Por, rekomandim i komisionit ndërministror ka qenë që të ndërtohet fundruesi, sepse e meta e asaj fabrike ka qenë sepse burimi i ujit nuk ka qenë i pastër. Dhe fundruesi do t'ja ofroj burimin e ujit me cilësinë që e kërkon me NTU deri në 1 dhe në 1, pastaj NTU prej 1 e më poshtë e rregullon fabrika përmes filtrave që ndron. Çështja e problematikës vetëm pak të vijojmë më tutje infrastrukturalisht krahas ujit pjesë që po del tjetë problem edhe natyrisht prandaj dham kaq shumë hapësirë. A bon, kushtrimisht një pyetje. Kryetar, cila ka qenë vlera e investuar prej qeverisë pikrisht tash në kohën e fundit për fabrikën e ujit? Për pagesën e filtera, për filtrimin e ujit. Për fundus, 650.000 euro është investim i komunës, 230.000 euro është investim i kompanisë Hidrodrinit, 0 investimi i qeverisë rrugës. 0 investimi i qeverisë? Pse atëherë zoti Kurti e pret shëritin bashkë? Ka kërkuar me respekt, ka pas një vlerë shumë të vogël, rreth 30.000 euro nga granti performancës, që nuk është me respekt, jo kryeministin Kurti, por çdo kryeminist i Republikës Kosovës, po edhe për kryeministin Kurti, kur kabineti i tij shpreh gatishmëri me ardhë, me kanë pjesë e sukseseve tona, unë me kënaqësi çdo kryeminist i Republikës Kosovës, sepse ne kemi luftu edhe kemi sakrifikuar tana këto vite për me pas një kryeministër shqiptar dhe me kënaqësi e kom. Ka nisi me çështjen e ujrave të zeza edhe a është ky problem tjetër? Edhe a ka pasur zgjidhje në këtë drejtim, urdhro? Zakonisht edhe çështja e ujrave të zeza nuk është që është zgjidhur përfundimisht. Shkosh në me vend banime të tëra ki impionte të ujrave të zeza të cilat janë përkeqardhemi po. Në zonën e Klinës? Në zonën e Klinës. Për shembull ku? Po flas prej fshatit ku vijon.
Që bën dy Ceroviku,